Ferrari, një ikonë automobilizmit, një legjendë e motorsportit për mbi të gjitha e artit që lëviz. Enzo Ferrari ka thënë: kërkoj një fëmijë të vizatoj një makinë dhe i do ta vizatoj të kuqe. Mbaj mend shokët e mi kur ishin vegjël që thonin sa herë kalonte ndonjë makinë kuqe sportive, hyça Ferrari. Shpesh herë kishin fjalën për ndonjë Toyota Celica apo MR2 që ishin nëpër Tiranë. Ndërkohë në botë, marka të tjera si Porsche apo Lamborghini, që kishin të njëjtën tipologji, kishin jo pak reputacion, por Ferrari kishte një tjetër status, një tjetër shije. Ëndra e madhe një personi që dashuronte automobilizmin më shumë se çdo gjë në këtë botë, Enzo Ferrari. Enzo kishte vetëm një qëllim në jetë, të krijonte makinën perfekte në pistë. Pra, makina që ai shiste shërbenin për të financuar kompaninë, që ai të investonte më tepër në divizionin e motorsportit. Prandaj Ferrari është marka e vetme në botë që ka marrë pjesë në çdo kampionat të mundshëm të Formula 1 që prej vitit 1950. Nga ky pasion lindi një legjendë, një ikonë që sot konsiderohet një prej makinave më të shtrenjta në tokë, Ferrari 250 GTO. Me vetëm 36 njësi të prodhuara, vlera e shitjes atëherë ishte vetëm 18.000 euro. Sot ajo vlen mbi 75 milion euro. Ndër vite lindën dhe ikona të tjera si Ferrari F40, e cila konsiderohet një prej supermakinave më të mira të prodhuara ndonjëherë. Është shumë krye veprave të tjera. Dhe ata që kishin fatin të kishin këto makina, tregonin një tjetër ëndër të kthyer në realitet. Kjo markë është arsyeja pse sot kemi edhe Lamborghinin edhe Paganin. Mbase kjo markë është edhe shtysa më e madhe pse McLaren është aty ku është. Mbase është shtysa më e madhe Aston Martin apo dhe shumë markave të tjera. Shtys jo prej bukurisë apo cilësisë, por për pasionin që ajo markë trashëgon. Po çfarë shtyn klientët e Ferrari dhe një Ferrari? Do t'ju them një sekret. Ferrari përdor dy grepa. I pari quhet status. Mendoje pak. Të kesh një Ferrari ke një tjetër pozicion shoqëri, një tjetër peshë. Dhe shumë klient i kanë bler vetëm për këtë status. Grepi tjetër është pak më i veçantë. Ferrari shet emocion. Dhe ky grep shërben jo vetëm për ata që kanë mundësi për të pasur një Ferrari, por edhe për ata që nuk kanë. Po ata që nuk kanë mundësi si puna ime. Çdo, në fakt ata janë aq shumë sa prej shumë dekadash ata kanë krijuar një tifozëri të çmendur, më të çmendurën që bota e automobilizmit ka. Dhe ata quhen thjesht tifozë. Tifozë. Ata nuk janë thjesht tifozë. Ferrari për ata nuk është thjesht një ekip apo markë makinesh që merr pjesë në përgara. Ferrari për ata është vetë feja. Ashtu si Ferrari që nuk është larguar kurrë nga Formula 1, edhe ata nuk i largohen Ferrarit, edhe pse Ferrari tashmë ka 18 vite që nuk fiton një kampionat. Por nëse Ferrari fiton në Monza, He wins in Monza! Charles Leclerc! dhe i tani gjithçka duket perfekte, por nuk është. Problemet fillojnë me vetë krijuesin e Ferrarit, Enzo Ferrari. Ata pak njerëz që nuk e preferojnë Ferrarin, përmendin gjithmonë dy gafa që ai ka thënë ndër vite. Si për shembull, Kali duhet të rreqë karrocën dhe jo karroca Kalin, që do të thotë motori duhet vihet përpara makinës, jo pas. Apo tjetra që aerodinamika është për ata që nuk din ndërtoj motora. Pra nuk ishte një njeri perfekt. Dhe në fakt kjo është e pasur edhe në makinat e ndërtuara prej tij, e cila trashëgohet edhe sot. Ato nuk janë as pak perfekte. Te makinat e vjetra dallohej shumë cilësia e ulët e materialeve. Boja jashtë kalbeshe shpejt dhe lëkura dhe cilësia brenda ishin shumë të ulta. Nga ana mekanika janë pak komplekse dhe jo shumë të gjata nëse përdoren shumë. Tek modelet e reja e ka ndryshuar shumë dorën, po prap, modelet e reja, problemet e reja. Faktikisht kjo e bën Ferrarin dhe më speciale. Sepse po të ishte perfekte në çdo drejtim, ku do ishte qefi? Nëse do doja diçka perfekte, do merrja një Porsche. Por ashtu si njeriu, gjërat e bukura nuk janë perfekte, por janë emocionuese. Kur flas për emocion, flas për këtë lloj emocioni. Një makinë egzotike prej vërtetit. Ferrari
488 Spider. Kjo është makina e parë me turbo që prej F40-s. F40-a sipas shumë analizëve është super makina më e mirë e prodhuar ndonjëherë. Për 20 vite Ferrari ndërtoi makina me aspirim natyral pa turbo. Makina të cilit kishin super emocion, super adrenalinë, super zhurmë. Sot Ferrari po prodhon makina me turbo, por ndryshe nga prodhuesit e tjerë, ato nuk hoqin gjën më të rëndësishme, emocionin. Nëse zhurma është pak e mbyllur, prapë nuk dallohet që është me turbo. Dhe është shumë e shpejt, frikshëm e shpejt. Ka 670 huaj, por ndihet sikur ka 1000. Emocioni vërtet i ngjarjes makinës sot po shuhet faktikisht. Sot po kënaqem me shifra që ecin me drita lehtë brenda. 0-100 3 sekonda, 100-200 5 sekonda, në fakt mua nuk më intereson për sa sekonda e bën. Mua më intereson kënaqësia që më jep duke e bërë. Edhe kjo faktikisht më mungon ke makinat e sotshme. Tani po e kuptoj pse Ferrari është një ikon. Edhe pse është një prej markave që padyshim e them që nuk ka asnjë makinë shëmtuar, fakti që shikon nuk ka të bëjë me pamjen, por ka të bëjë me ndjesinë që t'jep kur je ulur këtu. Dhe besoj se nuk kam fjalë për ta përshkruar ndjesinë që kjo t'jep. Besoj se nuk ka fjalë njëri për ta përshkruar, vetëm unë. Dhe mos mendoni që në këtë emision do lavdrojnë makina apo të bëjmë reklama makinash. Jo, do flasim realitetin dhe vetëm realitetin, edhe nëse ajo do na kushtoj shumë. Dhe ma besoni, të gjithë fjalët e thëna për këtë markë burojnë nga shpirti. Asnjë markë tjetër në botë nuk më jep njëjtën ndjesi si Ferrari, kur e shikoj, drejtoj apo dëgjoj. Do kalojmë një tjetër pjesë e emisionit. Do kalojmë një pjesë që quhet chat. Dhe quhet chat sepse këtu do kapim disa tema që janë tema që prekin të gjithë. Na prekin ne, na prekin përdoruesit e tjerë të rrugës, pra nuk janë tema që do flasim, po themi, për motorsportin apo për gjëra që ne kemi pasion vetëm. Temat për ditëshmërisë domethënë. Temat për ditëshmërisë. Dhe tema e parë që unë mezi kam prit ta diskutoshim këtë lloj teme është një temë që i prek të gjithë dhe i prek minimumi nga 1 deri në 2 orë në ditë, që është trafiku. Po pse bëhet trafiku? Pra, pse bëhet trafiku? Dhe shumë njerëz shohin për shembull dhe thonë, trafiku bëhet sepse jo po infrastruktura, jo po qeveria, jo po policia, jo po alienët, jo po Trumpi, jo po Amerika. Jo po dalin njerëzit me ble bukull në makinë. Jo po kështu lloj gjërash, por nuk është kjo për mendimin tim trafiku, problemi kryesor i trafikut. Rrugët në vendin tonë nuk po zgjerohen, po ngushtohen. Po flasim për rrugët në qytet. Po, e vërtet është. Domethënë, e para fare për mendimin tim ka qenë ajo lungomare që ishte rrugë kryesore, domethënë vinin njerëzit nga çdo cep e Shqipërisë dhe shkonin për njugën e Shqipërisë. Edhe ajo rrugë ishte me 2 korsi për krah. Akoma bypassi. Po, nuk ishte bërë akoma dhe këta e ngushtuan, e menduan nga 2 korsi për krah, ta bëjmë 1 korsi për krah. Po, edhe një barierë betoni në mes. Edhe unë që jam për shembull me 5 orë i pari fare në rresht dhe me telefon sa shtu kam çevin timën, po, detyroj 300-400 makina nga mbrapa të presin edhe të marrë punët e mia në telefon. Nuk e di domethënë tani verë ti je turist në Vlorë është tmerr. Por kemi edhe rrugë në Tiranë, që janë, domethënë, makinat janë po shkojnë pothuajse 1 milion makina. Jemi shumë afër 1 milion makina. Po. Dhe në vend të zgjerohen rrugët, po ngushtohen rrugët. Po flasim për Tiranën. Tirana ka 350.000 mjetë. Po, dhe 350.000 mjetë do të thotë që ne do ngushtojmë rrugën e Kavajës, për shembull që është e fundit që është ngushtuar. Rruga e Kavajës do bëhet nga 2 krah, nga 2 korsi për krah, do bëhet në 1. Përdorimi telefonit. Telefoni është kryesor i fare. Për mua telefoni është shkaku. Se duhet ndikohem unë nga një tjetër përpara që po shef telefonin dhe po më pengon, po ecën me 15 km/h, po diu. Problemi është që telefoni përveç se bllokon trafikun, pra nuk ka flow trafiku, përveç kësaj gjëje është dhe shkaktar aksidentesh. Domethënë duket kështu si lojë apo duket si janë fjalë shumë të përsëritura nga të gjithë që mos përdorni telefonin se ja shkaktojnë aksidente të tjera me radhë. Në fakt është realisht është problemi më i madh. Gjithë aksidentet që janë bërë, shumica aksidenteve më saktë, janë bërë nga telefoni. Sepse të gjithë kanë pasur në telefon. Dhe përveç asaj, edhe nëse nuk do ketë aksidente,
prap është shkaktare gjithë trafikut që kemi. Tu kemi për shembull të gjithë problematikat pse ka trafik. Për shembull, do e nisim me këtë. Te kjo foto shikojmë vetëm një makinë që thjesht është Ka bllokuar kursin e shpejtësisë. Po, edhe kjo foto është bërë me 50 nor, jo më shumë se 60 nor. Pra kursia tjetër është bosh komplet. Kursia është bosh, edhe po ta veni re, edhe makinat Sa përpara. larg është makina tjetër. Përveç se është larg, po edhe këto janë edhe ky këtu tipi përpara, edhe ky këtu Po rri. pengon një makinë pastarëse. Po, edhe okej, dalin njerëzit thonë që shikosen Tiranë Durrës, kursia djathtë është e prishur etj me radhë. Okej, jam dakord që është një pjesë e vogël e prishur, po pjesa tjetër që nuk është e prishur? Okej, dakord, hape krahun sa të kaloj unë, pastaj Po pse kanë kaq mani të rinë majtas më, kaq popull kështu jemi në vetëm majtas, na ha krahu majt, nuk rinë dot djathtë. po kur bën një aksident për shembull nga krahu tjetër i rrugës dhe dalojnë këta Dalojnë krahu gjithë për të parë aksidentin. Edhe bëhet trafik dhe andej edhe këtej. Se do bëjmë video ata se s'kan pa ndonjë aksident ata, që është njëri një telefon që se kishte mendje dhe i ra atij tipit përpara dhe thu fenerin. Edhe gjithë nga krahu tjetër do ndalojnë dhe do shikojnë se si ka thu fenerin e do bëjmë video. Si puna e këtij, po të shkurtojnë të gjithë distancën nga e parë te i po fundit, mund të lirojnë sa do pak lirojmë trafik. shumë trafik. Po. Edhe do ketë më tepër ecuri. Gjithmonë do jetë e ngarkuar se këto makina nuk do i marrin super, do jenë në rrugë, por nuk do ecin me 30, me 40. Do ecin pakën me 70, me 80, aq sa do të ecim. Do neve më që s'hesim, se kemi të lloj gjë, ne nuk hesim kur rruga bosh, ecim me 20, por ama kur jemi të ndaluar do futemi paralel sepse nuk presim. A për të shkelur rregullat? Po. Ja. Ky është problemi kryesor i trafikut. Problemi kryesor i trafikut jemi ne. Dashni bëjmë rrugët me 20 kursi. Dashni bëjmë rrugët me 50 Jo, kursi. s'kam besim as Ne se prapë ta do jemi. autostradë që do bëhet me më shumë kursi, nuk kam besim fare. Fare, edhe unë jam i sigurt që do ketë trafik gjatë gjithë kohës. Se përveç asaj, është edhe parkimi i papërgjegjshëm nëpër Tiranë, Po. është mosbatimi përparësive. Do më thonë, okej, unë jam shumë i qartë që Tirana është shumë probleme me parkimin, edhe vetëm po hiqen vendet e parkimit, Po, jam po, shumë janë i qartë, dëgjuar por në edhe ta parkim. lësh makinën unë mes rrugës, sepse këtu kam punë unë dhe këtu do lë makinën, është ekstrem, është problem, nuk e di çfarë lloj problemi. Po edhe mungesa e vendeve publike për parkim. Po shtohet jashtëzakonisht shumë keq është dhe pjesë. Dhe pjesa tjetër pastaj është mosbashkëpunimi i njerëzve. Domethënë, unë e shoh që rrugën e kanë përpara të zënë. Nuk kam parë asnjë njeri deri më sot që të mbajë të pakën 1 metër e gjysmë distancë nga makina përpara që të kalojë makina tjetër paralel. Kur shohin që po kalon ta fusin turirin, Ta fusin turirin, thotë se hikuaj përpara. Po ky është problemi i gjithë trafikut që kemi ne. Rreth rrotullim, nuk ka një njeri në rreth rrotullim që zbaton përparësitë. Asnjë. Gjithë mendojnë akoma sot kësaj dite, ka shumë njerëz që mendojnë që përparësinë në një rreth rrotullim nuk e ka ai që është në rreth rrotullim, po e ka ai që po vjen, po futet. Edhe futen pa ndalu fare. Dhe një problem tjetër është për shembull që policia rrugore shumë raste shef për shembull makinat parkuara, Po. shef ose në një nga ato shkelet që thamë. shkelet që tham pak më Po sipër. nuk i marrin parasysh. Nuk i marrin, por nuk shoh asnjë lloj reagimi. Okej, e di që dalin postobllogje bëjnë shumë për alkoolin, Pasi edhe pak e pamundur për t'i parë gjithë me radhë, po duhet merret. Duhet merret dikush. Po. Duhet merret dikush. Dhe do kalojmë me thonë. në një temë tjetër që është prap besoj shumë interesante për gjithë shqiptarët, që janë makinat elektrike. Makinat elektrike janë duke u shtuar jashtëzakonisht shumë, sidomos ato nga Kina, dhe realisht po shoh njerëz që po i pëlqejnë jashtë masë. Unë personalisht jam super kundër makinave elektrike. Nëse do jetë një Paktën ne makinë që bëjmë elektrike, motorsportin jemi pa kundër. po, Se nëse na do jetë një vjen te makinë sporti. elektrike vetëm për ngaja tek BE-ja, jam shumë dakord për makinat elektrike, janë super ekonomike. Po kurse ka dhe jashtë masë. lehtësira tjera, pra nëse ti merr një makinë me zero nuk paguan dogan, nuk ke Po. për mirëmbajtjen si Mirëmbajtje, siç kemi vaj filtra për shembull, okej, ka gjëra minimale. pjesa vaj filtrave apo pjesëve tjera të mirëmbajtjes nuk është më siç ka qenë më përpara. Që një makinë ta mirëmbahet rregullisht, të kushtonte shumë servis për servis. Tani për shembull kemi pjesë më të lira ose pjesë më saktë me çmime më të arsyeshme, Edhe origjinale që zgjasin. siç kemi këto që kemi këtu. Po. Dhe pjesë origjinale që nuk ke nevojë të ndrosh aq shpesh. Ka një gjë të mirë që makinat elektrike nuk ndosin jo vetëm vetë si makina, por nuk ndosin në Shqipëri edhe prodhimi i energjisë elektrike, sepse ne funksionojmë me hidrocentrale, nuk funksionojmë me termocentrale siç janë shumë vende të tjera Po, është që ekologjik. ndosin shumë. Prodhimi i baterisë ndot shumë, që është e vërteta, dhe unë jam i bindur që nuk është arsyeja kryesore e ardhjes së makinave elektrike ndotja e karburantit. Po edhe prodhimi i baterive Është akoma me është shumë i rrezikshëm dhe dobishëm, po edhe akoma një më i bateri dobishëm. kushton shumë. Dhe Pra kushton nëse bëhet makina për ndruar baterinë është sa 1/3 e çmimit të gjithë makinës. Shumë, por diferenca që ne kemi këtu është që unë me 5.000 lekë të vjetra
mund të bëj pothuajse 400-500 kilometra, ndërsa me 5.000 lekë të vjetra me karburant, në çdo lloj makinën më ekonomike në botë të kem, nuk bëj dot më shumë se 20 kilometra. Ja një 30 po them. Ja 30 kilometra. Po e vërtetesh. Po edhe mungojnë edhe karikimet në për pikat e karburanteve. Janë shtuar, po shtohen. Po. Po shtohen, për shembull është një pikë te Gega që po bëhet tani në Fier. Po. Po është pikë e re që po bëhet dhe kanë edhe aty kanë pika karikimi që është shumë efikase sepse ti vjen nga Tirana, karikohesh dhe shkon po pra bëhet shumë me pushime për shembull në jug. Po. Edhe më duhet ta karikoj makinën rrugës, sepse kam një makinë elektrike. Ka qenë një problem shumë serioz, sepse unë nëse do lëviz në Shqipërinë, nuk kam pika karikimi dhe ose më saktë nuk kam informacionin ku janë këto pika karikimi dhe unë do të pyes shumë vende apo do të marr shumë informacion përpara se të nisem, ndërsa me makinë me djegët brendshme unë thjesht nisem edhe. Okej, temat të paktën për sot i mbyllim, sepse temat e çadit për sot po i mbyllim. Po, mund zgjatemi gjithë ditën, po nuk na por do kalojmë në një pjesë tjetër që është shumë interesante. Sepse do të kemi personazhe shumë të njohur për publikun shqiptar, të cilët do na shprehin një tjetër perspektivë të jetës tyre. Pra ka lidhje me makinat apo jo vetë? Ka lidhje me makinat, por jo gjithmonë. Pra do na përgjigjen edhe për disa pyetje që ne kemi pasur gjatë në kokën tonë. Do na shpjegojnë shumë gjëra lidhur me makinat, do na shpjegojnë historinë e tyre lidhur me makinat dhe janë personazhe të cilët nuk kanë folur më përpara për makinat. Pra do fillojmë një punë të re domethënë. Kemi punë të re. Kështu që ta fillojmë. Jemi në një prej pikave më të famshme të Giga Oil pranë tek, sepse pas furnizimit do të bëjmë një test drive. Nuk është një test drive i zakonshëm, sepse nuk do të provojmë një makinë, por aftësitë e një personazhi në timon. Ai është pjesë e televizionit tashmë prej vitesh dhe shumë i njohur për ju, por gjithashtu është pjesë e Ilirius Motorsport dhe së bashku kemi kryer shumë projekte të bukura. Arion Muça. Do bëjmë një test drive që do ta zbulojmë pastaj. Është diçka shumë interesante, por përpara se të nisim test drive-in, duhet që të kuptojmë pak më tepër rreth Arionit lidhur me makinat, sepse kemi parë Arionin deri tani, kemi parë Arionin në televizion në shumë aspekte të ndryshme, si moderator, si një tash së fundmi me Trip Topin, një person që zbulon botën. Kam qenë dhe në Japoni, kam parë JDM live, po. Na mërziten sponsorat. Ku ti vendosin sponsorat? Ja, i vendosin këtu e kemi këtu janë, duket fix fare. Kjo është ajo që duam të zbulojmë nga Arioni sot. Është pra lidhja ime me makinën. Lidhja me makinën. Dhe dua ta nis fillimisht nga pyetja më elementare. Kur e ke mësuar makinën? Makinën e kam mësuar 16 vjeç, ka qenë më saktë tamam. Pyetje e bukur është. Kjo makinën e kam mësuar në 97-ën në Vlorë me një Lancia Thema me motor Ferrari. Po, 832-shi. Po, ai motori veçantë që ka patur Tema, që ishte një vetëm motor, Porsche Ferrari? Ferrari, okay. Dhe unë kam qenë 12 vjeç, jam çik i lashtë, në 97-ën isha 12 vjeç, dhe më mësoi Daja ta nxirja dhe ta fuset e parkimit. Nga drejt, në drejt, gomat nuk i kam kthyer kur 12 vjeç, po dija vetëm t'jepja freksionit avash ta fusja në parkim dhe ta nxirja. Ajo ka qenë eksperjenca ime e parë me makinën dhe në një farforme shumë e bukur kjo si pyetje, mund të ketë qenë edhe Daja promotori i pasionit tim për makinën. Edhe pse jemi të sinqert që t'i japim Cezarit çashet e Cezarit, baba im ka qenë i fiksuar. Pas makinave. Makina e parë që ka patur baba im në 96-ën ka qenë një Porsche 911 Turbo Carrera America, ato me bishtim plastik. Bisht të zi me xham të madh nga mbas. Nuk është pak edhe për sot edhe për atë kohë. Po, për atë kohë sidomos ishte si motra e Ferrarit, meqense në këtë episod na dhe disa info për Ferrarin. Duhet dalë një tjetër pjesë. E pjesa kur Arioni ka bërë aksidentin e tij të parë. Aksidentin e parë e kam bërë në moshën 21 vjeçare. Kam qenë me një Renault Megane Coach, po e ke parasysh ato Coachit kanë qenë Meganët me byth të prerë, në një bish të vogël, e kisha modifikuar, e kisha çuar ose koha më duket një 160 kuaj, ato lindnin 80-90 kuaj. Dhe mbaj mend si tani ne jetonim në një qytet buzdetit, dhe mbaj mend kam qenë në një kthes, nuk isha shumë shpejt, por na që aty ishte buzdeti dhe kishte rër, në atë kthes, me sa duket natën kishte hedhur rër era në rrugë. Dhe më thjesht kam prerë timonin dhe më është rrotulluar makina dhe më është përplas me një tem.
nuk e ke iden sa më ka dhimbë makina. Domethënë nuk pyeta fare kur dola isha vrar, si isha vrar. Si gjithë. Si dola dhe do të shihja makinën dhe fatmirësisht dëmi kryesor ishte bërë kofon edhe parafangu para, gjë që u riparua. Dhe nuk më kishte pat prek makinën pema, pjesët delikate, siç mund të ishte në një baçë, në gjunto, në një pjesë shasisht. Që të kuptojmë diçka pak më ndryshe, do të bëj një pyetje që shumë e lidhur me makinat. Por sa lek bën Arioni? Sa lek fiton Arioni? Është me momente, ka momente, duke qenë se ne jetojmë shumë, ne që punojmë në botën e spektaklit, duke po flet për botën e spektaklit, apo po flet sa lek fitoj unë si njeriu edhe me biznese, si njeri në përgjithësi. Si njeri në përgjithësi fitoj mjaftueshëm para sa mos të më dhëm koka në fund të muajit. Ky është suksesi më i madh që kam arritur sot në këto momente në jetën time. Që mos të kem atë stresin e fundit të muajit, pagesat për të bërë, qiraja për të paguar, këstik makinës për të paguar, se si gjithë shqiptarët e tjerë, duke mos lind ne miliarder, pra kemi lindur si njerëz normal, të gjithë sukseset e vogla, po të mëdha në jetë i kemi arritur fal punës edhe impenjimit që i kemi dhënë objektivave që kemi patur. Kështu që kam arritur fazën nuk më dhëm koka në fund të muajit. Dhe jam jashtëzakonisht shumë i lumtur. Nuk ëndërroj Ferrari, nuk ëndërroj GTR, nuk ëndërroj gjëra që nuk do i prek dot, ëndërroj gjithmonë një hap të cilin arrit ta hedh. Pra nëse sot posedoj një A3, ëndërroj një RS3. Pra nuk ëndëroj një RS6, për ta dhënë si shembull, se nuk shkoj dot atje akoma. Ëndëroj gjëra që arrit ti prek, arrit ti shoh. Kjo është më e rëndësishme edhe pikërisht me këtë lloj pyetje lidhet një pyetje tjetër që unë kisha në plan të bëja, sepse sot ne e masim pasurinë, në thonjë zot, të njerëzve nga vendet e parkimit. Sa parkime kam? Sa vende parkimi ka Arioni në shtëpinë e tij? Në shtëpinë time në këto momente kam 2 vende parkimi dhe një të dhënë dhurat nga një mikesha ime, e cila ka 3 vende parkimi. Na i kanë dhënë for free këtë parkim, se sot e di çmimet e parkimeve kanë vajt më lart se çmimet e apartamenteve. E vërtet. Prandaj e bëra edhe këtë pyetje sepse ka ardhur një moment që të kesh një parking, po është në Japoni, në Tokyo. Tokyo të kushtojnë, për shembull, në udhëtimin e fundit, kuptova që në Tokyo ishte më thjesht blej një apartament sesa të blej një parkim. Parkimi ishte me shorte. Pra që të kishe realisht një makinë dhe parkim në Tokyo, duhet ishe vërtet njeri shumë i pasur. Okej. Gjë që po ndodh edhe në Tiranë, dhe do ndodhi gjithmonë më shumë edhe në Tiranë. Vetëm se kemi një diferencë shumë të vogël që ne nuk kemi Tokyo. Edhe neve kemi vendet e parkimit i kemi fshirë vetë, sepse shumica në vendeve parkimit i kemi hequr për të bërë korsi bicikletash dhe për fat keq, korsia bicikletave rri bosh. Ti po flet për parkimet publike, ndërkohë që atje çdo shtëpi kishte me detyrim apo godin me detyrim të kishte parkimet e veta, siç janë apartamentet apo godinat e reja që po ndërtohen në Tiranë. Dalë një pyetje tjetër që lidhet po me këtë pjesë, sepse shumë njerëz kanë kaluar tashmë te motori. Edhe unë dua ta di, a di Arioni t'i japi motorit fillimisht? Okej, fillimisht nuk dija, pastaj dita. Jo, fillimisht 14 vjet që kam marrë. Ti përdorosh një motor normal për të lëvizur, nuk po them në aspektin e motorit. Ja ta shpjegoj. Unë kam patur 14 vjeç skuterin tim të parë 5 Mbas skuterit 5 kam patur, unë kam arritur deri te R1-shi. Edhe ai ka qenë motori më i madh që kam patur, R1-shin. Kam patur CBR 600, kam patur Ducati Monster friksion të thatë, ato klek. Domethënë ti pasi qenë një motorist tamam. Po në moshën 23 vjeçare kam bërë një aksident shumë të rënd. Unë jam plot me brylla, me të thyerje, shpatullat i kam të thyer nga motori. Dhe bëra një aksident shumë të rënd, edhe unë aso kohë jetoja me prindrit. Dhe ka qenë kërkesa e mamit që më përgjërua dhe më tha të lutem, tha nëse do të mirën time, tha ish dorë nga motori. Dhe hoqa dorë përfundimisht nga motori deri në moshën 35 vjeçare ku kam ribler një Vespa 50 kubik të 64-s. Po në timon, si je? Domethënë je agresiv, je i qetë, je sipas rregullave, je gjithkohës në setim thi. Si jam në timon, se ti je shoku im. Si jam në timon. Jam njeriu më boring që ekziston në timon. Nuk doja ta thoja kështu, sepse nuk doja të nxjerrja kish, por do të thej jam boring, domethënë unë jam gjysh me kapelen timon. Unë kam aktualisht një makinë stage 3, makinë relativisht të shpejtë sepse pasi jo gjithë shikuesit do e kuptojnë. Po, është 400 kuaj. Është një makinë që përjep gaz të trëmbë. Po, është 4 herë një makinë normale. Pra nëse një makinë normale ka 100 kuaj, ajo ka 400. Po. Por nuk i shfrytëzon, domethënë ka një makinë 400 kuaj, por ka një këmbë 50 kuaj. Jam në llogara. Është një pasditë e vonë. Nuk ka trafik se është dimër. Normalisht mund të bëj 2-3 kthesa më allegro. Po jo të bëj çmëndëra jo. Nuk dalot në kthes, çfarë bën këtu?
ndalojmë sepse rruga është e bllokuar. Okej. Po këto makinat sa ti? Dhe ne këtu do nisim një sfidë. Sfidë? Po. Këtu do të ndjejmë se si është gara e hill climbit. Do e marrim ndjesjen e garës së climbit. Me të njëjtat kushte sigurie. Kush makina? Kjo është sfida. Me këtë makinë. Sepse kemi një makinë që nuk ka lidhje fare me këtë pjesë. Kemi një makinë që s'është makinë. Po, është një varg. Kemi një varg. Okej. Dhe sfida jote është po, lundro sa më mirë. Ti do ta bësh kohën sa më shpejt të kesh mundësi, gjithmonë Me siguri. me sigurinë. Duke respektuar Do të ecësh shpejt, Me limite. jo me limite. Këtë kemi bllokuar Po, e kemi bllokuar. Domethënë nuk kemi limite, nuk kemi asnjë lloj pengese, asnjë lloj makine që na vjen përballë, por do të kemi sigurinë tek veti. Pra, jemi safe. Jemi safe. Okej, e kuptova. Unë do të këshilloja për disa gjëra. Do vish ti me mua? Jo, idesh vetëm. Pse? Po nuk dua të jem pasagjer zakonisht këtë lloj gjë. Unë kam vetëm 3 këshilla për ty. 3. Okej. 3 të shkurtra. E para, mos ec ngadalë. Okej. E dyta, ki kujdes në ato që bën, në kuptimin që Po se një fare si makinë. s'ka problem. Kjo është sfida e përgjithë. Okej. Për makinën mos e vrit mendin nëse dëmton, sepse gjithë pjesët janë të degertit. Okej. Edhe zëvendëson shumë kolla dhe bëhet madje më mirë makina sepse kanë kaluar ca kohë. Mund të bëjmë. Po ti më thoj çfarë të bëj në një gjë të Frenat e ka brembo, që të kesh frenat goxha mirë. Okej. Dhe tjetra është që mundohu të jesh i pari në listë, sepse do kemi një listë që do në çdo episod do të kemi një personazh i cili do të kryejë kohën dhe në episodin e fundit të Revolution ne do të shohim kush është personazhi që ka bërë kohën më shpejt edhe kush është personazhi që ka bërë kohën më ngadalë. Okej, po nuk e kam problem, ti je më i ngadalë ti. Po mirë, po jepi ngadalë. Okej, jo. Ta shohim. Hajde po. Me autobus të të kjo. Do gara me autobus. E ke frenat Brembo që janë shumë të mirë. Frenat? Frenat I pas ka top. Gjithë kjo makinë me frenat I që nga shumë mirë. Qofën pak, kam baka. Këtë s'mbajti shumë. Do me shki. Do të shkasim, Isak, do të shkasim. Nuk shket. Bravo makina, bravo dhe shoferi. Si shkoj? I pari jam. I pari po për momentin. S'ka tjetër, kështu që I pari nga sa persona tha unë tek pull isha. Gjithsesi ishte makinë që nuk I kisha dhënë ndonjëherë dhe për te pritshmërive frenat I kishte spektakolare. Nuk duket për këtë punë, po e bën shumë mirë këtë punë. Këtë punë e bënte mirë. Komplimenti për zgjedhjen, e veçantë ishte. Është një nga sfidat më të çuditshme që mund të bëjmë, edhe besoj se do dali deri në episodin e fundit do ketë shumë surprizë. Deri në episodin e dytë jam I pari, kjo më ngroh. Okej, ky ishte episodi I parë I Revolutionit. Shihemi në episodet e rashme deri në episodin e fundit kur do të shohim të gjithë renditjet dhe ti mund të jesh I pari ose I fundit ose në mes. Të ta zbulojmë. Kështu që na ndiqni, na bëni like, na bëni subscribe dhe takojmë në episodin e radhës edhe tek emisioni im. Se do unë kam shumë emisione si ty. Dhe kemi të bashkë, Shihemi.